Bora në akullnaja zvicerane u zhduk disa javë më herët se zakonisht këtë verë në presionin e një valet të nxehti evropian, duke i futur Alpet në një vit tjetër me humbje të madhe të akullit, thonë shkencëtarët. Studiuesit thonë se më 29 qershor, akullnaja e Ronës në Zvicrën Jugore arriti në të ashtu quajturën dita e humbjes së akullnajave, momenti kur bora e akumuluar gjatë dimrit shkrihet dhe akullnajat fillojnë të shkrijnë në akullin poshtë. Matias Haas, drejtori i monitorimit dhe akullnajave në Zvicër, tha se kanë mbetur dhe 3 muaj këtë vit që të shkrihet akulli, i cili ka dashur dekada apo dhe shekuj për të ndërtuar. Kjo është vërtet një situatë shqetësuese, tha ai. Këtë vit 2 valë të nxehti që pasuan rreshtit e ulta të Dëborës në dimër, ndihmuan në përshpejtimin e ditës së humbjes së akullnajave, në datën e dytë më të hershme të regjistruar ndonjëherë. Në vitin 2022 kjo kishte ndodhur 3 ditë më parë. Gjatë valës së të nxehtit të qershorit, shkrirja e ujit nga akullnajat në gjithë Zvicrën mund të kishte mbushur një pishinë me madhësi olimpike çdo 6 sekonda për 2 javë, tha Haas. Akullnajat janë në një gjendje shumë të keqe në këtë kohë të vitit, shtoi ai. Jemi pothuajse aq kritik sa në vitin rekord 2022. Haas tha se një vend monitorimi në akullnajën e Ronës regjistroi një humbje prej rreth 1.5 metrash akulli gjatë 2 javëve të nxehtësisë ekstreme. Turistët që vizitojnë vendet e pushimit në akullnaja thanë se ndryshimet ishin të pamundura për t'u injoruar. Turisti gjerman Harry Block, i cili ka vizituar akullnajën e Ronës për 50 vjet, u emocionua kur i pa ato. Është për të qartë, tha ai, duke përshkruar se si është kurrur akullnaja dikur 80 metra e lartë. Ky është ndryshimi i klimës.